Qytetarët shqiptar kanë filluar të marrin masa për të anashkaluar bllokimin e TikTok nga ana e qeverisë. Proton VPN raportoi se Shqipëria është duke shënuar një rritje dramatike të përdorimit të rrjeteve private virtuale VPN. Kjo metodë anashkalon bllokimin dhe u jep qytetarëve akses në rrjetin social, pavarësisht bllokimit nga qeveria. Sipas kompanisë zvicerane, ditët e fundit është vënë re një rritje me 1200% e përdoruesve nga Shqipëria që kërkojnë të anashkalojnë ndalimin, me numra që vazhdojnë të rriten ndërsa qytetarët kërkojnë mënyra për të hyrë në platformën e njohur të mediave sociale. Rritja me 1200% e përdorimit të VPN-s tregon një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si shqiptarët po aksesojnë internetin. Numrat janë ende në rritje, duke sugjeruar që më shumë përdorues po kërkojnë mënyra për të anashkaluar ndalimin. Rritja nuk kufizohet vetëm tek individët me njohuri teknologjike. Shumë përdorues mesatar tani po përdorin VPN për herë të parë, thekson në raporti. Qeveria e Shqipërisë ndaloi TikTok, duke përmendur shqetësimet mbi privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Ndalimi jo vetëm që ka prekur përdoruesit e TikTok, por gjithashtu ka ngritur pikpyetje për lirinë e shprehjes dhe aksesin në informacion në Shqipëri. Shumë qytetarë kanë përdorur rrjetet sociale për të shprehur pakënaqësinë e tyre, duke argumentuar se ndalimi cënon të drejtat e tyre për të komunikuar dhe shpërndar lirisht për mbajtjen, por rritja e përdorimit të VPN-s tregon një dëshirë të fortë mes shqiptarëve për të ruajtur aksesin në platformat e mediave sociale.